Zakonisht fëmijët, kur vinë tek ne në psikiatri për fëmijë dhe adoleshent, vinë me rekomandime të klinikave të tjera, ose mjekësisë familjare, ose dhe me rekomandim të prindit, me vëdëshirën e prindit. Si që ceka më herët, nuk ka listat pritjes, vizitohen vinë edhe me rekomandimet të psikiatrit fëmijëve, psikologut fëmijëve, edhe ne i marrim dhe punojmë me ta, u ofrojmë shërbimet, punojmë, nuk i lojmë me zgjatë, me thonë, me listë, pas 1 mujve ose ma 2 mujve, po i marrim e njëherë edhe u ofrojmë shërbimet logopedike të ata fëmijë që ka nevojë për ne. Zyla, cili fëmijë ka nevojë për një këshill të logopedi? Ose duhet me orientu drejt për drejt tek logopedi? Po zakonisht fëmijët të cilët nuk i artikulojnë fjalët mirë, belbezojnë, nuk flasin, ka munesa gjuhësore, nuk flasin me bashkëmoshataret e tij, ose nuk flasin me moshën e edukatit të cilën ata kanë. Prindërit tash janë vëdisu, i vrejnë edhe ju binë mas, i dërgojnë tek logopedi dhe kërkojnë shërbim tek logopedi, për me e gjithë problemin më herët edhe për me punu me ta. Në varet ta punojmë sa ka nevoja ta edhe intensivisht, apo për kohën sa e kanë, dhe me thonë, me punu, me arrit atë cilën ata ka nevojë. Në qendrën klinike, prej cilave probleme më shumë të ka që vinë? Ka probleme të ndryshme, ka të lashe të ndryshme, sa i përket pjesës logopedike, më shumë kanë vonesa gjuhësore, autistat, pastaj kanë belbësimet, kanë rregullimet të artikulimit, sidomos fëmijët që janë parashkollor, fillojnë shkollën, tash është bo logopedia, është më e njohur si shkencë, domethënë si tek e mjekësisë është më e njohur tash në komunitetin tonë, se përpara ka filluar më hurrit rastet, prindërit tash janë me njëherë si të vrejnë fëmijën që nuk e thot një shkruajnë mirë, nuk e artikulon, me njëherë e dërgojnë te logopedi, fillojnë me shqetësime, edhe ato procedurat ose ato teknikat të cilit i kemi na, u tregojmë, fillojmë me punu.